të cartimit të lokacionit për varrezat e... Komuna e Prishtinës në seancën e parë për vitin 2016 ka caktuar lokacionin për varreza dhe kishë protestante. Parcela është ndar afër varrezave katolike dhe ortodokse. Aty më parë kishte qenë parapar të ndërtojë pishina olimpike. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Lirak Qela, i cili kishte propozuar që të hyjë në rendite pika për kishën protestante, ka thënë se kjo pikë ishte tërhequr dhe bllokuar me vite nga kryetari Shpend Ahmeti. Ajo është nevojë elementare për cilën ata janë ankuar dhe ka bërë kërkesë qyshmati. Propozimi për varreza dhe kishë protestante u përkrah edhe nga dy grupet e tjera parlamentare, LDK dhe AKR. Prandaj lokacioni i cili është propozuar edhe merret përgjimi nga komuniteti protestant edhe grupi i këshilltarëve të LDK-s e përkrah. Përkrahen caktimin e kësaj parcele për varreza të kishës protestante. Po ashtu në këtë mbledhje është miratuar edhe propozim ndryshimi i antarit të Komisionit për Kompaninë Parking Prishtina, ku në vend të Habit Kastratit, i cili deri më tani ka qenë në këtë pozitë, është emëruar Muhamet Nura. Shefi i asamblejistëve të PDK-s në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Lirak Qela, në mbledhjen e sotme të Kuvendit, ka thënë se është e turpshme se si kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti i ka kidnapuar sheshët kryesore dhe i ka vënë në shërbim të agjendave partijake, duke mos bërë asnjë organizim për të shënuar ditën e pavarësisë së Kosovës. Kryetari i komunës po ke shpërdoar pushtetin këtu dhe ka vënë qytetin në dispozicion të një subjekti politik apo të një kauze të subjekti politik. Dhe po dëshmon që ai nuk po sillet si kryetar i gjithë qytetarëve të Prishtinës. Efla Murshala nga LDK lexoi një deklaratë në lidhje me injorimin që po i bëhet festës së pavarësisë nga kryetari Shpend Ahmeti. Arsyetimet e kryetarit të komunës së Prishtinës se festa e pavarësisë është festë me të cilën duhet të merren qeveria e Republikës së Kosovës janë të papranueshme dhe janë përpjekje për denigrim të kësaj dite të madhe festive. Mbledhja e Kuvendit Komunal në Prishtinë u ndërprej për shkak të mungesës së korumit në sallë, pasi asambleistët e lëvizjes vetëvendosje nuk ishin në sallë, ndërsa më vonë mbledhjen e kanë lëshuar edhe asambleistët nga radhët e AAK-s.